Në syrin e ekspertëve të sigurisë, Elbasani mbetet një nga zonat me risk të lartë për aktivitet kriminal dhe pastrimin e parave. Në harkun kohor të 5 viteve të fundit, në Elbasan janë sekuestruar pasuritë konsiderueshme si prona, biznesa, automjete dhe shuma të mëdha parash, që dyshohet si rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Por sipas të dhënave zyrtare të policisë së Elbasanit, peshën kryesore të pasurive të sekuestruara e mban viti 2025, ku pothuajse 95% e shumës monetare është sekuestruar vetëm këtë vit. Sekuestrimi i pasurive të cilat dyshohen se rrjedhin prej aktivitetit kriminal ka shënuar një rritje rekord për gjatë vitit 2025 në Elbasan, ku vetëm në 6 muaj rezultojnë rreth 600 milion lekë të bllokuara, llogari bankare, biznese dhe një numër i konsiderueshëm automjetesh. Përfaqësuesit ligjor në Elbasani lidhin këto rezultate me intensifikimin e aksioneve të autoriteteve të rendit dhe drejtësisë, duke synuar goditjen e grupeve të strukturuara kriminale dhe burimeve të tyre financiare. Këto shifra është vërtet fakti që këto shifra kanë ardhur duke rritur, dhe për mendimin tim këto shifra sa do vinë do rriten, sepse hetimet që po janë më avangardë edhe hetimet ku i mëshohet më shumë dhe nga politika penale që bën shteti janë hetimet pasurore. Këto janë si rezultati i punës së luftës ndaj krimit organizuar nga grupeve kriminale, të cilat janë evidentuar dhe janë dënuar me vendime penale të formës prerë, jo vetëm brenda vendit, por dhe jashtë vendit, të cilat kanë ardhur dhe janë njohur në shtetin shqiptar dhe automatikisht për efekt ligjit të pastrimit parave, këto grupe kriminale shkojnë në hetim pasuror. Për gjitha pasuritë që ato kanë dhënë në mënyrë të kundërligjshme, pra duke mos justifikuar ardhen e këtyre pasurive. Dhe kjo është arsyeja që tani janë fillimet e para, ka rezultati i hetimeve që kanë bërë OFL-ja apo organizata tjera të ngritura nga policia e shtetit për evidentimin e grupeve kriminale, të cilët janë të dënuar për trafikun e lëndëve narkotike, për trafikun e armëve, për trafikun e qenieve humane, dhe gjitha këto lloj veprash penale automatikisht shkojnë dhe në hetim pasuror pasi përfundojnë dënimin penal. Por këto shifra, thot zoti Çiftja, preken vetëm personat nën hetim dhe nuk cënojnë sigurinë e qytetarëve elbasanas dhe klimën lokale. Për qytetarët kjo është një gjë normale dhe nuk ndikon fare tek qytetarët normale. Kjo gjë ndikon tek personat e dënuar me vendim të formës prerë për vepra penale që lidhen me trafikimin, me vepra penale për trafikim me lëndë narkotike, me vepra penale që lidhen me dënimet e marra për shfrytëzimin e prostitucionit, me vepra penale që lidhen me trafikimin e qenieve humane. Këto lloj veprash automatikisht për efekt të ligjit shqiptar, pasi marrin dënimin e formës prerë, pasi personat deklarohen fajtor me dënim e formës prerë, automatikisht shkojnë edhe në hetime gjyqësore, të cilat janë hetimet e krimit financiar, hetimet e krimit ekonomik. Në planin e ri të qeverisë deri në vitin 2029 parashikohet përdorimi i të ardhurave nga pasuritë e konfiskuara për të financuar programe të strehimit.